Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga tensioni i lartë, këto 3 ushqime duhet i hani çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Tensioni i lartë i gjakut është një vrasës i heshtur. Të dhënat tregojnë se gati 2 miliard njerëz në të gjithë botën vuajnë nga hipertensioni. 50% e tyre nuk janë në dieni të këtij problemi. Ai nuk ka simptoma derisa të arrijë në nivele të larta ose derisa të shkaktojë dëme në organet vitale si zemra ose veshkat. Lajmi i mirë është se tensioni i gjakut mund të mbahen nën kontroll me produkte natyrale. Ato nuk kanë efekte anësore si medikamentet farmaceutike, por sigurisht nuk duhet ta anashkaloni këshillat e mjekut. Për të ndihmuar në menaxhimin e niveleve të hipertensionit, duhet të siguroni dietën tuaj që ta pasuroni sa më shumë produkte të cilat ndikojnë pozitivisht në gjendjen tuaj. Ku sipas zbrajtësaj saj do të rëndisim disa nga produktet më të mira që ju ndihmojnë në menaxhimin e niveleve të hipertensionit. Lëngu i panxarit. Studime të shumta kanë treguar se panxari në veçanti pirja e lëngut të freskët të tij mund të nxjisë uljen domethënëse të tensionit të gjakut. Një studim australian të cilit i referohemi ka zbuluar se pirja e 2 gotave me lëng të freskët panxari në ditë ul ndjeshëm tensionin e gjakut. Tensioni nis të ulet brenda një ore nga pirja e lëngut dhe ulja më e madhe ndodh 3 deri në 4 orë pas tretjes. Kjo ulje ja atribuohet nitritit, një substancë që zgjeron enët e gjakut dhe ul tensionin e tij. Hudhrat e freskëta. Vlerat e hudhrës për uljen e tensionit të gjakut janë të dokumentuara. Sipas ekspertëve, një dozë ditore të paktën 10 mg alicin e ul tensionin sistolik me 11%. Ato diastolik e ul me 5% në një periudhë 1 deri në 3 mujore. Alicina është një nga përbërësit kryesor të hudhrës. Për të marrë sasinë e mjaftueshme të alicinës, duhet të konsumoni 1 deri në 4 thelbi hudhër në ditë. Çaji i zi. Ekspertët kanë zbuluar se pirja e 3 filxhan me çaj të zi në ditë ul tensionin sistolik 2 deri në 3 pikë. Atë diastolik e ul me 2 pikë. Kjo mund të duket e parëndësishme në shikim të parë. Ekspertët thonë se këto shifra janë të mjaftueshme për të ulur rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe ishemisë me 7 deri në 10%. Magnezi. Një studim britanik ka konfirmuar se konsumi i të paktën 370 mg magnez në ditë ul tensionin sistolik me 3 deri në 4 pikë dhe atë diastolik me 2 deri në 3 pikë. Sasia ditore e rekomanduar e magnezit për gratë është 320 mg, ndërsa për meshkujt 420 mg. Ekspertët thonë se për çdo 100 mg magnez shtesë, rreziku i ishemisë ulet me 9%. Magnezi zgjeron enët e gjakut dhe shmang mpiksjen e tij. Përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj do ju ndihmojë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të niveleve të hipertensionit dhe një kontroll pozitiv që mund t'i ofroni shëndetit tuaj. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat më efikase për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Mëngjesi është vakti tepër i rëndësishëm për uljen e tensionit. Ky vakt përcakton mbarvajtjen e funksionit të organeve, mbron zemrën, por edhe energjinë që nevojitet trupit. Nëse dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë duhet të nisni ditën me një prej alternativave të këshilluara prej ekspertëve. Shumica prej tyre janë të pasur me kalium, një mineral i dobishëm për gjakun dhe për shëndetin e zemrës. Tërshëra. Tërshëra është shumë e pasur me fiber e cila ju mban të ngopur dhe frenon edhe ushqyerjen e tepërt. Ushqyerja e tepërt ndikon negativisht në shëndetin tuaj. Nëse e mbani tërshërën në ujë gjatë natës, në mëngjes do të përfitoni sasinë maksimale të fibrës pa pasur nevojë për ëmbëlsues shtesë. Tërshërën mund ta pasuroni me fruta, me aror, me fara dhe mjalë. Kosi. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme në uljen e tensionit të gjakut dhe mirëmbajtjen e niveleve të tij. Të dhënat Healthline këshillojnë në konsumin e kosit të shtëpisë dhe pasurimit të tij me fruta dhe me mjalë. Frutat. Është e vërtetë se frutat kanë sheqer që vjen në formën e fruktozës, por ato përmbajnë fiber, minerale dhe vitamina A. Bananat dhe portokalli janë të rekomandueshme sepse ofrojnë kalium, një mineral që mban zemrën të shëndetshme dhe ul tensionin e gjakut. Farat. Farat e kungullit, farat e linit dhe ato chia ofrojnë përfitime të shumta nëse konsumohen rregullisht.
Këto fara janë shumë të pasur me kalium, vitamina dhe yndyrra të shëndetshme. Farat mund të konsumohen edhe me tërshër, me kos ose me fruta, pasi mund të ofrojnë shumë përfitime jo vetëm për tensionin, por edhe për organizmin. Barishtet e egra. Barishtet e egra si kaleja, spinaci, rukola, sallata janë shumë të pasura me kalium. Spinaci mund të hahet në mëngjes, duke u kombinuar me vezë, me kos ose mund të përzihet në mikser me fruta të tjera. Kështu, përfitimet që do t'i ofrojë trupit të njeriu do ta kthejnë atë në një nga aleatët më të mirë për shëndetin tuaj. Përfshirja e këtyre produkteve në dietën e përgjithshme është një mundësi e shkëlqyer e organizmit për t'i bërë balë një sër komplikacionesh. Gjithashtu, kujdesi për shëndetin tuaj duhet jetë parësor, jo vetëm kur vuani nga tensioni. Ushqimi i parë që personat me hipertension duhet të evitojnë nga dieta e tyre është kripa. Duke ditur se kriprat ndikojnë në tensionin e lartë të gjakut, ato duhet të evitohen sa më shumë nga dieta juaj. Kufizimi i përdorimit të ushqimit të kripur bëhet duke analizuar përshkrimin e përmbajtjes tek udhëzimet e paketuara, sepse ushqime të tilla mund të përmbajnë sasi më të madhe të kripës ose sodiumit, citon Eating Well. Konsumi i tepërt i sodiumit mund të ngushtojë venat e gjakut dhe të rrisë gjithashtu tensionin e gjakut. Do të befasoheshit se sa shumë sodium përmbajnë ushqimet të paketuara, ka thënë dietologja Marie Ellen nga New York. Ajo i ka këshilluar njerëzit të përgatisin vetë ushqimin në shtëpi e ta bëjnë shpesh këtë në mënyrë që të mos bien në pre e produkteve të gatshme të paketuara. Një ushqim i shuajtjes së shpejtë mund të përmbajë deri në 1300 mg krip, gati sa totali i asaj që lejohet të konsumoni gjatë tërë ditës. Por njerëzit me tension të lartë, The American Heart Association rekomandon të konsumohet jo më shumë se 1500 mg krip në ditë, pasi konsumi i 1000 mg në ditë mund të përmirësojë tensionin e gjakut, gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Për personat me hipertension, është e rekomandueshme të konsumohen sa më shumë fruta dhe perime, sidomos ato që përmbajnë kalium. Ushqimet e pasur me kalium janë thjerrzat, kumbullat, bananet, fasulet, portokalli, kivi, kungujt, karotat, patatet, bulmeti me pak yndyrë dhe kefiri. Strategji të tjera për përmirësimin e tensionit të lartë janë aktiviteti rregullt fizik, mos konsumi i duhanit, menaxhimi i stresit të tepërt, mbajtja e peshës normale trupore dhe gjumi i rregullt. Kështu do të keni më të lehtë menaxhimin e gjendjes suaj kundër hipertensionit dhe gjithashtu balancimi një shëndeti të mirë. Nëse keni tension të lartë të gjakut, mund ta ulni atë duke konsumuar një dietë të shëndetshme ushqimore, por duhet të keni kujdes pasi disa ushqime dhe pije të ndryshme mund t'ju pengojnë në uljen e tensionit të gjakut. Këto ushqime të cilat duhet t'i limitoni ose t'i shmangni janë: kripa dhe natriumi janë armiq të për çdo person me tension të lartë të gjakut ose me sëmundje të zemrës. Në çdo 100 gram krip ka 38.758 mg natrium. Sipas specialistëve, personat me tension të lartë të gjakut duhet të limitojnë marrjen e natriumit në 1500 mg në ditë ose vetëm një lugë çaji krip. Disa nga ushqimet më të kripura që ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj për hipertensionin janë: picat e ngrira, lëngjet e perimeve, mishi i procesuar, produktet e paketuara të domates, supat e gatshme dhe turshit. Konsumi i tepërt i sheqerit është i lidhur gjithashtu me rritjen e peshës dhe obezitetit, por sheqeri lidhet gjithashtu me tensionin e lartë të gjakut. Sheqeri, sidomos pijet të ëmbëlsuara me sheqer, kontribojnë në rritjen e obezitetit te njerëzit nga të gjitha moshat. Tensioni i lartë i gjakut është më i shpeshtë te personat që janë mbi peshë ose obez. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që femrat të mos konsumojnë më shumë sheqer se 6 lugë çaji ose 24 gram në ditë, ndërsa burrat 9 lugë çaji ose 36 gram në ditë. Lëkura e pulës dhe ushqimet të paketuara gjithashtu janë të dëmshme për shëndetin tuaj dhe tregohuni më të vëmendshëm në konsumin e tyre. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.